si është akoma dhe duhet vlerësuar dhe duhet marrë shumë seriozisht sepse u patën pak në arrest. Këtu duket pak edhe pozicione që ka marrë ushtria demokratike siriane e kurdëve, sepse me sa duket ata po hezitojnë të integrohen në strukturat e shtetit të ri apo në strukturat e reja të sigurisë të Sirisë, dhe kjo pastaj po ngjall probleme, mund të hapen probleme tjera, domethënë sepse një gjë të tillë nuk do ta lejojë Turqia që SDF-ja, shkurtimisht akronimi i kësaj organizatës forca ushtarake, po e themi demokratike siriane, që janë kurdët, pra të synojnë krijimin e një entiteti politik në vete, pra të fitojnë një autonomi apo të arrijnë diçka tjetër. Nga ana tjetër, këtu ka një qeveria e re siriane po përpiqet me gjitha mënyrat. Presidenti Trump ka dhënë goxha mbështetje leadershipit të ri atje, kanë hequr sanksionet e tjera, po situata në terren nuk është se është që duhet besuar se gjithçka po shkon në vaj. Sepse ka problematika, ka një sër grupesh rebele që kanë përplasje mes tyre, edhe shteti nuk kontrollon dot çdo territor dhe sigurisht kjo sjell përplasje dhe rreziqe të reja. Në fund do doja të ndaleshim pak edhe tek Irani, kemi një zhvillim interesant me Netanyahu që do takohet me presidentin amerikan Trump pikërisht për të diskutuar mbi Iranin dhe rrezikun që sipas Izraelit po vjen nga programi jo bërthamor, por programi balistik i Teheranit. A ka pasur lëvizje nga Republika Islamike që duhet të shqetësojë në këtë aspekt dhe mos duhet të presim një aksion të ri ushtarak nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kundër Iranit? Përpjekjet e Trumpit për të bindur përsëri përpjekjet e Netanyahu për të bindur përsëri Trumpin për rrezikshmërinë e programit balistik raketor të Iranit tregon në një farë mënyrë që edhe Amerika, edhe Izraeli dështuan në asesimin e këtyre programeve, përveç programit bërthamor, por edhe të programit raketor. Pra kanë dështuar. Vetë fjalë që Irani mund të ketë humbur vetëm gjysmën e 3000 raketave që kishte dhe mund të ketë 1500 të tjera, gjënje, ndërkohë që po punon masivisht për të ndërtuar të tjera. Në një farë mënyrë Irani nuk heq dorë nga forcimi për mbrojtjen e vet raketore, ndërkohë që mund të ketë marrë dhe ka ripërtërit sistemet e paralajmërimit hershëm që ju azësuan, apo sistemet antiraketore që ju azësuan në luftën 12 ditore, dhe tashmë ata po luftojnë dhe por mendoj që shkalla e kërcënimit në këtë rast nuk është ashtu siç e proklamon Izraeli, domethënë ka rrezikshmëri, po me sa duket ata mendojnë nuk kanë arritur të forcohen që të kalojnë në pozita sulmi. Irani mendoj se është në pozitë mbrojtëse për momentin dhe i druhet në sulmi tjetër izraelito-amerikan, sepse ja kanë bërë qartë, edhe izraelitët ja kanë bërë qartë, por edhe amerikanët i kanë bërë